Nuk e di nëse kam vetëm unë këtë lloj problemi, po unë jam me një deklaratë shumë të fortë që duhet hapen shkollat e natës. Po, duhet hapen. Duhet hapen se ne jemi një shoqëri ignorante. Këtu nuk jam për të bërë as psikologji as sociologji, për të studiuar sjelljet e njerëzve, por dua të them me të madhe jemi analfabet. Është shumë e turpshme që unë të nxjerr disa mesazhe që më vijnë tek faqja e biznesit, sepse unë kam hapur një biznes të ri dhe do t'ju sugjeroja të më ndiqni gjithë në rrjetet e mia sociale. Por dhe pse kam lëshuar dorën duke ju bërë pak shumë blloshe njerëzve dhe më bezdisi një numër shumë i madh ndjekësish, sepse janë njerëz ignorant, pa potencial. Janë meshkuj që kanë mbetur aty si mullar me kasht dhe të shkruajnë aty privat dhe bëjnë o shpirt, je shumë e mirë du gru, të hëng të martë me gjithë gruat. Ke shpiti që të marrësh gru, kush e di çka ke pasti që të kalon ajo, që ke shku 40 vjeç e ca dhe pa gru. Por nuk dua të flas për këtë. Dua të flas një nga problemet kryesore pse duhet hapen shkollat e natës. Ne jemi një shoqëri analfabet, o njerëz. Ende nuk dim të lexojmë dhe të shifrojmë monedhën shqiptare. Është e turpshme që unë të lë disa mesazhe, po do ta bëj në një video tjetër që do ta publikoj në YouTube, në kanalin tim zyrtar dhe më ndiqni aty, që juve do t'ju publikoj mesazhet që njerëzit ende nuk din të lexojnë shifrat shqiptare, të monedhës shqiptare. Është shumë e turpshme që të arrim sot në 2026 dhe ne nuk dim se si llogaritën lekët dhe ti shifrojmë parat. Ne nuk dim se si shkruhet 10.000 lekë të reja apo 100.000 lekë të vjetra, apo se si shkruhet apo se si shifrohet. Ende nuk dim me sa zero ti shkruajmë apo me sa ti llogarisim. Sepse është shumë e frikshme kur më pyet një klient për një lloj produkti dhe ka çmimin aty që shef me të madh dhe që shkruan 4.000 lekë dhe do të thotë 40.000 lekë dhe ti që ja shpjegon po dhe ai thotë seriozisht me këtë çmim? Po i them dhe unë tani më përpara i thoja po dhe tani e kam kuptuar që ne jemi një shoqëri e pa arsimuar dhe analfabet dhe sot ja shpjegoj kur më shkruaj në privat dhe i them është 40.000. Po ti e ke shkruar 4.000 thot ai. Po 4.000 shkruhet sepse flitet me të reja. Dhe monedha jon shkruhet ndryshe dhe lexohet ndryshe dhe llogaritet ndryshe. Dhe më vjen shumë keq, nuk e di nëse bizneset e kanë të njëjti problem që kam unë, por realisht është një problem shumë i madh që unë e has. Dhe realisht duhet të kthehen shkollat e natës. Dhe e bukura diku është se unë i shikoj që këto gjë ma shkruajnë njerëz që janë 40 vjeç, 50 vjeç, që janë mosha të mëdhaja që e kanë bërë shkollë dhe në kohën e Xhaxhiverit. Që kanë qenë në një periudhë që e kanë konsideruar lekun dhe 1 lek, 2 lek, dhe janë konsideruar dhe një lloj monedhe tjetër për llogaritjes së parës shqiptare. Jo në kohën e demokracisë ku para ajo nuk fund ndryshe. Më vjen shumë keq për këtë gjë që dua ta them, por realisht duhet hapen shkollat e natës. Duhet hapen shkollat e natës sepse ne këto mend, japi mend, po mend nuk kemi. Dhe ajo që është gjëja më e frikshme që më ndodh më tepër me klientët e mi, e di cila është, se ai vjen aty dhe më hiqet mua edhe më thotë Editi se, domethënë bëj një super prezantim të bukur, aty thotë unë jam Filan Fisteku, jam një biznes dhe kam këtë lloj biznesi dhe dua ta marr produktin me shumicë. Dhe në momentin që unë ja shpjegoj dhe përqindjen që mund t'i bëj në bazë të shumicës që ti kërkon, dhe ai që më thotë, po ti e shkruan çmimin kështu. Më fali, them, ti ai ke biznes, e menaxhon vetë apo kush ta menaxhon? Dhe që më thot, po, unë jam pronari, po ka menaxher. I them, bëj kujdes me menaxherin që ke. Pra, është një gjë shumë e frikshme. Dhe duhet hapen, nuk e di, a jeni në një mendim, por unë dua të them, nëse do mipej mundësia për të bërë një protest, gjëja e parë që do bëja është do kërkoja një shkollë natas, sepse ne ende nuk dim të shkruajmë dhe të shifrojmë. Të gjithë bëjmë gabime, me një shkrojmë para apo me një shkrojmë brapa. Të gjithë bëjmë gabime. Mund të shkrojmë një shkrojmë shumë apo mund të heqim një shkrojmë. Por nuk do të thotë të humbasim thelbin asaj që duhet. Sepse një numër, sa më shumë zero të ketë nga mbrapa, aq më i rëndësishëm bëhet. Një numër, sa më pak zero t'i heqësh, aq më pak vlerë del. Kujdes njerëz. Mësoni se latë nam, jetëm 2026, japi mend shqiptarët, por shqiptarët nuk japi mend.